Serbia nuk do ta ketë një aleat emocional politik i cili mban krahun në Serbisë edhe kur Serbia është kryeneç apo është do të thotë jashtë interesit të Bashkimit Evropian, e cila gjithmonë edhe ka shpërfaqur strategjinë e saj gjatë integrimit në Bashkimin Evropian. Serbia do të rrisë interesin e influencës ruse. Dhe tani Hungaria do t'ja heq këtë krah. Do thotë Hungaria do t'i thotë mu nuk më ke këtu, dhe do të vazhdosh ti vetë si duash, por mu nuk më ke në atë krah. Dhe kjo është një pozicion më i mirë për Kosovën. Sigurisht edhe Shqipëria ka një pozitë shumë të mirë të cilën unë kam thonë shumë herët se Shqipëria tani me që ne kemi një udhëheqje siç e kemi dhe nuk është i interesuar do thotë të përparoj shteti Republika e Kosovës në sistemin ndërkombëtar, po ashtu në zhvillimin e brendshëm, i intereson udhëheqjes sonë të met në status quo, siç kemi mbetur për sa vite. Atëherë unë kam thënë se Shqipëria duhet të njeh hapat e vet gjatë rrugtimit për tu antarësuar në Bashkimin Evropian, të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe nga aty pastaj të ndihmoj Kosovën, nga aty kur futet brenda. Dhe që mos humb kohë me Kosovën se shtriteket Kosovës të jetë sot me Amerikë, nesër me Macronin, mas nesër me Borrellin, tjetër ditë me asnjërin, dhe nuk besoj që shteti i Shqipërisë duhet të humb kohë me prit integrimin e Kosovës. Duhet të vazhdoj po ashtu të mos humb kohë për Serbinë, dhe unë kam parasysh atë formulën që të jetë Serbia dhe Shqipëria në Bashkim Evropian, por që të mos kenë kapacitet politik brenda, siç është paraqitur nga zotri Rama. Është teknike. Po, ajo nuk është diçka, nuk është zgjedhje. Ajo është vetëm një hap për të mbajtur status quo apo mos zgjedhjen e raportit mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe që Serbia vazhdoi të jetë akoma me dy ose më shumë karrige. Po, saktësisht, ajo Serbia do të vazhdojë ashtu, po as gjatë sa mund ta bëj. Por ju më hapet një temë interesante, atë të NATO-s, një NATO e re që tjetë të pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por çfarë do të thotë kjo? Nëse do të realizohet një NATO e re që përfshin normalisht edhe Shtetet e Evropës edhe Ballkanin, në një situatë çfarë ndodh me Bonstitin, çfarë ndodh me KFOR-in, çfarë ndodh me situatën e prisht në Malinezi, në Maqedoni, që edhe me zhvillimet e fundit që ju e keni parë, por mbi të gjitha derisa të bëhet ajo, çfarë ndodh edhe me pretekstin e Serbisë që ashtu sikur e tha Vučić edhe sot, ne po armatosemi për shkak të aleancës Prishtinë, Tiranë, Zagreb. Po, kjo tani është pretekst i Serbisë. Serbia armatosja e Serbisë ka ndodhur para se të bëhet kjo aleancë. Do thotë faktet tregojnë për importimin e armëve të avancuara nga Kina dhe Rusia. Ne edhe bashkë kemi folur dhe ju më keni sjellë shembull dhe vitin e kaluar në mos gaboj, edhe të futjes e armatimeve të kamufluar nëpërmjet Malit Zi. Po, tani kjo është vetëm një pretekst dhe Serbia do të thotë nuk është realisht që njen kërcënimin nga Kroacia, Shqipënia dhe Kosova që shkojnë për të okupuar Serbinë. Kjo është një pretekst e cila Serbia don me pas sigurinë e vet nacionale dhe të pres momentin për zgjerimin e saj. Do thotë kjo është mëse kjo do s'ka dyshim për të. Ku momentin që Serbia njeh momentin që mund të zërohet, ajo do të fillojë luftën për zgjerim. Dhe kjo çka do thotë kjo aleanca trilaterale e shteteve që është bërë e ka vë Serbinë të dyshoj se nëse për momentin nëse do vije se ka kapacitet të futet për pushtime. Dhe tani paqja këtu mes këtyre shteteve vendoset kur kjo aleanca trilaterale do të thotë vazhdon zhvillimin e saj në praktik,
do të thotë dhe fuqizohet ushtarakisht dhe nuk e lën do të thotë Serbinë do të thotë e vendos Serbinë gjithmonë në dyshim se ka mundësinë të zgjerohet. Në momentin që Serbia në kalkulime dhe e shef shansin për zgjerim, ajo do ta bëj. Ose si tha ministri i jashtëm kroat për të vazhduar këtë që ju thatë që sipas ti nuk e di ku bazoheshin, ndoshta informacion apo indicie apo analizë politike që nëse Rusia do ta kishte mbyllur shpejt e shpejt në Ukrainë, Serbia do të kishte sulmuar Kosovën. Dhe ka deklaruar në mos gaboj para 2 ditësh. Po, zotëri Bolla, kjo ka qenë më së qartë 3-4 vite, do thotë momentin që Rusia u fut të pushtoj në mënyrë klasike Ukrainën, ka qenë e qartë do të thotë se çfarë do të ndodhë në Ballkan me Serbinë dhe Kosovën, dhe këtë mund ta faktojmë ne. Do të thotë si e faktojmë, shohim do të thotë rastin Banjska. Do të thotë rasti Banjska, akti terrorist nuk ka qenë ka pas qëllim politik, do thotë, se nuk mund të jetë akt terrorist pa pasur qëllim politik apo ideologjik ose dyja. Dhe pastaj shohim rrjedhën e saj më pas sa armë janë gjetë. Dhe do të thotë mundësi kjo ka qenë e parapame dhe lexueme, unë kam dokumentin, do thotë që ta kam dërgu dhe mund ta faktojmë para rastit që të ndodh Banjska, është e shpjeguar me kish ortodokse roli i saj, me pozicion gjeografik, me rrezikshmëri të aktit terrorist dhe kapacitetit të saj të evolojë në gueril, që do të thotë çon në shtetërëzim Republikën e Kosovës. Kjo ka qenë e qartë, por jo e realizueshme. Tentimi është bërë, po jo e realizueshme. Dhe tani ne me që mos i humbim temat që u çelën, NATO ka riformatim, kam thënë që do të ketë, dhe fillon riformatimi i NATO-s dhe kam thënë që nuk ka ikje nga Shtetet e Bashkuara nga NATO, po ka riformatim dhe ajo tani po ndodh. Bonstilli dhe këto që i përmend Bonstilla do hiqet, jo, nuk do hiqet, nuk mendoj që do hiqet Bonstilli, në fakt e kemi në farën fillim e përmendet ambasadorin e ri në Shqipëri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thotë prap po rikonfirmoj nuk ka tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga NATO, ka riformatizim. Shtetet e Bashkuara do të kenë ndikim në Ballkanin ton, se si do të ndahet Ballkani jon, do thotë sa do jetë pro Bashkim Evropian dhe po pro Amerikan, ajo vlen të shohë do të jetë shumë interesante. Më pëlqeu kjo sepse edhe tani ne kemi një dualizëm, mund ta themi edhe në Tiranë, që herë kryeministri ka qenë kur e ka parë situatën jo fort mirë me Shtetet e Bashkuara, kalin e betesë të fushatës e kishte integrimin në Bashkimin Evropian, kurse tani është hedhur në krah të Shtetet Bashkuara për çdo gjë që po ndodh edhe në rrjedhën e luftës, duke pranuar ndoshta edhe para kërkuar njëri shpalljen e Iranit si shtet sponsorizues të terrorizmit, mbështetjen pa kushte ndryshe nga gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm të Bashkimit Evropian që ka kushtëzuar pjesëmarrjen në luftë. Shqipëria ka qenë aty për çdo gjë, por kjo nuk është se i ka lënë shumë të kënaqur dhe të Bashkimit Evropian, pasi një delegacion që ishte vitin e kaluar apo në fillim të këtij viti në Tiranë ka kërkuar shpjegime nga Tirana se pse u bashkuan me Bordin e Paqes. Pra, kjo që ju sapo thatë, si do ndahet Ballkani. Po, tani nga evropianët trajtojnë aspektin politik me një gjaftësi shumë më të madhe se sa e trajtojnë amerikanët apo anglezët apo ne shqiptarët apo popujt e tjerë. Dhe kjo mund të jetë, do të thotë, këtu ne nga kjo pikpamje ne mund të përfitojmë, sepse ne mund të jemi gjithmonë me Evropën përderisa jemi me Amerikën. Do të thotë interesi jon pro-evropian duhet të shifet nga perspektiva apo aspekti se ne e ngrisim vlerën tonë në Bashkimin Evropian duke qenë më afër me Amerikën, jo duke qenë më larg. Kjo është do të thotë mendësia që dhe gjithmonë unë kam thënë dhe ripërsëris se shqiptari në këto troje i ka dy qëllime, atë interesin
nacional kombëtar shqiptar dhe interesin amerikan. Dyja duhet t'i respektoj që të vim tek ideja të cilën ne kemi përfolur dhe kemi thënë se është shekulli shqiptarëve. Do thotë çdo lëvizje që bëhet në interes të dy këtyre qëllimeve do të rezultoj pozitiv për neve. Ka vetë diçka të fundit për ta mbyllur me situatën gjeopolitike tani, si ti kuptojmë lëvizjet e Trumpit, sepse deri para pak ditësh ishte lufta e madhe, sherrri me Europën, nuk po na ndihmoni për të hapur kanalin kushticën e Hormuzit. Dje tani u kthye gjithçka, do ta bllokojmë kanalin e Hormuzit pra ngushticën. Lëvizjet e paparashikueshme, ashtu sikur edhe vetë kjo administratë e dytë e Trumpit, po si do mbyllet konflikti atje? Ka një rrugë, një shtek për të dalë? Unë tani në aspekt me konfliktin në lindjet mesme flas vetëm nga perspektiva, do të thotë nga reprezentimi personal, mendim personal që mund të jetë izolum, kujt i vjen punë le ta merr, kujt si vjen punë le ta gjun. Unë kam pas rastin me fol me një koleg gazetar që e keni ju, unë e kam vëlla dhe kam thënë se ngushtica e Hormuzit i kam thënë se të cilin e përshëndes, po i kam thënë se mundësia shumë reale është që bllokimi i kësaj ngushtice është në favor amerikan dhe amerikanët do ta bllokojnë atë, jo Irani. Ajo paraqitet në publik sikur Irani është e bë dhe me që madje edhe ata besojnë që edhe vetë Irani që e kanë bë, por ajo nuk është në dëm të amerikan, ajo është në favor amerikan. Sa herë që Irani e bllokon atë ngushticë, është në favor të Amerikës. Pse? Ta argumentojmë tani. Kush humb aty? Kush janë vendet që humbin? Aty humb Evropa, humb edhe Azia. Humbet Kina. Po, këto dy vende humbin ekonomikisht. Dhe tani pse duhet të humb Evropa? Po Evropa duhet të humb sepse nuk mund ta kemi një Evropë e cila mendon se mund të bashkëpunoj në aspektin, në perspektivën liberale, në kohën të cilën ne jetojmë tani në këtë sistem ndërkombëtar, të ketë një mendim as liberal, i cili e ka zhvilluar më herët Kinën e ka pru në këtë nivel të zhvillimit të saj, do thotë, dhe nuk e ka ndryshuar atë. Ta shpjegoj se si. Do thotë kemi botën liberale deri tani që ka funksionuar duke thënë hajde t'i japim Kinës zhvillim ekonomik, se duke i japur Kinës zhvillim ekonomik, ajo do të jeton sipas vlerave tona perëndimore. Dhe çfarë bëri Kina, i mori zhvillimin ekonomik, edhe të nënshkruar nga George Bush për free trade me bo, dhe zhvilloi ekonominë dhe tha më fal, por për vlera ne jemi civilizim vetë. Tani na jetojmë si dojmë vetë dhe ne jemi taftë për veten tonë. Dhe Kina i tha perëndimit tani, kush do me kuptu, amerikanët e kanë kuptuar atë se ku është Kina. Dhe evropianët mendojnë që mund të ketë akoma bashkëpunime me Kinën në aspektin liberal se po zhvillohemi dy vende. Në rregull. E kuptoj faktin se zhvillimi i Kinës deri në këtë pikë të jetë superfuqi ekonomike e cila ka arrit këtë nivel me mos gjakderdhje, do të thotë është një fenomen në histori, do kisha thënë, sepse këtë civilizimet i të cilat në shku në zhvillim këtë parandorit me gjak, tu luftu, tu marë pasurit tuja, tu ke përdorur sklavërim e tjera, do të thotë ki këtë parandorin perse, Babilonin, parandorin romake, parandorin osmane, këtë zhvillimet i ki pas me gjak. E vetëmi zhvillim në këtë pikë që kam ri është tani Kina, dhe unë e kuptoj mendsinë e evropianëve se Kina nuk e ka detyrimisht të kontrolloj sistemin ndërkombëtar. Edhe unë e them se nuk e ka dhe momentin që do ta ketë direkt atë mendim Kina do të kollapsoj, se s'mund ta marrë në dirigjim
sistemin ndërkombëtar. Edhe unë e kuptoj se Kina nuk funksionon për asaj perspektive. Por momentin që Kinës i cënohen drejtat e saj të zhvillimit, Kina do të reagoj. Dhe deshi apo s'deshi Kina, do të futet në të njëjtën mendësi të kontrollit. Sepse nuk varet për Kinës a do e bëj as do e bëj atë. Varet për zhvillimeve, akteve edhe aksioneve dhe reaksioneve të cilat janë të pashmangshme që të ndodhin. Dhe amerikanët e kanë fara të qartë atë, për atë arsye e kanë vu në objektiv Kinën si kërcënuesi i parë i zhvillimeve amerikane. Dhe evropianët kanë bërë të thotë tregti të lirë dhe tani amerikanët e përdorin Iranin për të goditur Evropën edhe Azinë për mi sjell në tavolinë të diplomacisë. Sepse vajtën shpejt, si Starmer, si Sanchezi, vajtën në Kinë për të promovuar dhe deklaruan hapur që do promovojmë Kinën në Europë, pasi u mbyll tregu me SBA-n. Pas tarifave. Po, zotri Balla ne kemi thonë edhe më herët sepse Irani në një luftë ku do ta demolonte Iranin Amerika, qytetarët e Iranit do të ndjekin rrugën e serianëve të emigrimit dhe ajo do të shpërfaq një problem shumë serioz në Evropë. Do thotë nuk mundet Evropa nuk ka pozitë gjeografike, as nuk ka fuqi të saj ta përballoj trusnin amerikane apo të jetë kundër vlerave amerikane. Sepse tani duke është vendosur nga ajo dhe duke nëse keni interes të them disa fjalë se çfarë po ndodh aty në lindjet mesme direkt. Kush është të luftu me kënd dhe kush e ka kënd armik. Armiku kryesor në lindjet mesme nuk është armiqësia mes Izraelit dhe Iranit. Gjitha këto shtete që janë në lindjet mesme, duke përfshirë dhe Izraelin me interesin më të madhin, e kanë emëruar në përbashkët si armik e cila është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ne mendojmë që Izraeli dhe Amerika janë një, po që të dyat për njëra tjetrën e dinë se dhe ku e kanë, dhe ku e kanë interesi është kështu. Këto shtetet e Golf, që thirrën, që prodhojnë gaz, dojnë një Izrael më të dopt, një Iran mundësisht të shkatruar, edhe një largim të shteteve të prezencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Izraeli don një shkatrim të Iranit, edhe don një largim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani e don shkatrim të Izraelit, mundësisht, po jo përse. Do kisha thënë më saktë do ishte Irani e don një do thotë ulje të fuqisë së Izraelit dhe një largim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dojnë me pas influencën e tyre në këtë vend. Dhe që të gjitha këto shtetet e tjera e kanë një qëllim të përbashkët. Qëllimi i përbashkët është, do thotë, drejtuar një akteri aty, që është largimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Largimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga aty, pa e treguar arritjen e qëllimit apo interesit që e përmendëm më herët, do thotë pa realizuar objektivin, aty lindja mesme është objektiv për Shtetet e Bashkuara, duke realizuar objektivin e tyre ata kënaqin interesin e tyre nacional. Nëse nuk e bëjnë këtë, pikpyetja sistemi ndërkombëtar i rritet dhe i ulet besueshmëria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se ka kapacitet të jetë superfuqi apo homogjeni në të ardhmen. Do thotë i ulet. Shtetet e Bashkuara për ata unë kam thënë se nëse futen në luftë me Iranin, do të jetë një luftë shumë e gjatë dhe shumë e egër, edhe kam thënë varësisht që reflektojnë fëqinjën shtetet aty do të rezulton. Por këtë kemi thënë zotri Balla shumë më parë se të filloj lufta në Iran, tani jemi në atë procedurë. Edhe duket sikur
ne kemi shumë për të folur në vazhdim, pasi sikur e thatë ju, konflikti. Edhe në fakt parashikimet tuaja kanë dalë sepse edhe për atë që po ndodh në Ukrainë, kur të gjithë po flisnin që do mbyllet, sikur thoshte Trumpi, do ta mbyll për 48 orë, ju i keni qëndruar asaj që pa një dekadë ai konflikt atje do vazhdoj të jetë i ngrirë dhe drejt asaj po shkojmë. Kështu që edhe për atë që po ndodh lindjen e mesme, jam i prirur të besoj atë që thoni ju edhe të diskutojmë sërish në të ardhmen se çfarë do ndodh atje. Unë të falenderoj shumë për bisedën, nëse keni edhe diçka për shtuar patjetër. Po, do kisha shtruar mos t'ju marr shumë kohë, mbas jemi në fund, kërkoj ndjes, vetëm se për interes atyre që ndëgjojnë, ta them një të vërtetë. Unë ta kum dërgu ty para një 3 muaj, ashtu i ka një dokument të CIA, raport të CIA, i cili tregon domethënë inteligjencën mbi